Si shpesh herë dhe sot, do t'jem shumë kontradiktor në sytë e shumë vetëve me ato që do të them. Por unë nuk jam kontradiktor, por jam I sigur që do të ngjaj shumë kontradiktor. Edhe kur flasëm për çështje kryesisht politike, çdo ditë unë do kem gjysmën e miqve të mi që do të mos binë dakord me mua dhe gjysmën që binë për çdo gjë që them, sepse kur ti flet politikisht, po qëse nuk I përket një partie, po I përket një kauze më të madhe, kombit, shtetit, patjetër që kuranon në anën e njerëz prej atyre që kanë parti, gjysma tjetër nuk do të dëgjoj fjalën tënde, edhe anasjelltës. Unë për vete jam kontradiktor kur flas për kryeministrin shqiptar Edi Rama. Jam kontradiktor me Edin se është Edi kontradiktor me veten. Unë shpesh herë atë e kam pa si gjoja më e keqe e kombit, mirë po shpesh herë e shikoj si gjoja më e mirë e kombit. Në plan edhe të shkurtër edhe të gjatë, edhe të ngushtë edhe të gjerë, ai ka të dyja në vetvete. Unë do doja për shembull që ne të kishim adretar, siç mendoj unë, për shembull Kocaqin, apo Albin Kurtin, apo Marin Memën. E ka plot të tjerë, po këto që më vjen mendje, që kanë dëshmuar dhe tregojnë që e duan Shqipërinë me gjithë shpirt, e duan Shqipërinë me gjithë zemër. Mirë po, unë kam menduar gjithashtu që ky Rama është më interesum të mos preken interesat shoviniste serbët Beogradit, se sa për progresin e bashkimit kombëtar shqiptar ose fuqizimin e Kosovës. Kam menduar. Mirë po, mund t'jem gabim, por unë e duhet dhe unë, e du Shqipërinë, e du kombin tim, e du shtetin shqiptar. Edhe them, si mas opinionit tim, unë s'kam lidhje, nuk përfitoj nga asnjëra parti. Edhe mund t'jem besueshëm për këta, të paktën në ndershmërinë time, pastërtinë e fjalës sime. Ndoshta, mendimi, logjika mund mos jetë e drejtë, por thash ndoshta mendimi im mund mos jetë i drejtë, por çelëtësia, sinqeriteti, ndershmëria është e padiskutueshme që duhet mirën e kombit shqiptar, duhet mirën e Shqipërisë sime, duhet mirën e shtetit shqiptar. Edhe kam arrit në konkluzion që ndoshta edhe ne që mund mos e dum, edhe ne që dum Edi Ramën, duhet të përkrahim me gjithë mundësitë tona në këto momente historike ku jo vetëm po na hap dera në Evropë, edhe po e bën shumë të mundur Edi Rama këta, por po e përshpejton Evropa, po kërkon të na fus edhe më shpejt bile se ndoshta meritojmë. Edhe kjo është gjë e madhe. Edhe ne nuk duhet të pengojmë këtë. Për shembull, thjesht se Edi Rama e se mund të ketë vjedh votat. Rinumërimi tregon që I ka vjedhë Berisha, dy partit. Të dy partit nuk meritojnë të jenë pushtet, po s'ka fuqi tjetër. Unë do doja të ishte një person edhe një herë që ka dëshmuar që e don atë unë, por nuk do t'ishte o Berisha ose Rama.
Berisha do të në qonte mira kilometra mrapa. Jo s'është më i keq se Rama apo më i mirë, por për arsye se Rama nuk e di arsye. Ashtë ai çfarëdo që tjetë, e ka po për vete udhëheqjen evropiane. Evropa që udhëheq, e kam lafin udhëheqësit e Evropës, nuk po flas për Britaninë dhe nuk na intereson Britania se s'është pjesë e Evropës shqyr që s'është në këto momente, por e Evropë kurv që ka qenë gjithmonë armike e shqiptarëve. Tradicionalisht kemi pas deri diku Austri, Gjermani dhe Itali, po s'kanë bënë gjatë madhe. Po sa kanë qenë edhe gjithmonë kanë qenë të humsit e luftrave në Evropë. Evropa neve s'na ka dash. Është hera e parë që Evropa po shef udhëheqjen e Shqipërisë me gjithë metët që ka, me gjithë korrupsionin që ka, me gjithë krimin korruptive kanë fjalën, jo krimin që vrasin njerëz, po krimin e vjedhjet prap. Po e duam Tiranën kështu siç është. Neve na interesant vëllezër e motra që ne të hymë në Evropë. Ka plot që do të kundërshtojnë edhe hyrjen në Evropë, vetëm që të kundërshtojnë Ramën, që do larmonizohemi, e kam lafin që do bëhemi me zëzak si që është gjithë Evropa. Ne rrezikojmë zhdukjen tonë si këmb, të qenë më vetshëm. Bota slave zot na lejt marrin frymë. Bota greke dhe pse jemi një gjak, zot na dojt fuqizohemi, se rrezikojmë çamrinë. Ne pa Evropën vdesim, japim shpirt. Bota slave na fshin. Neve na intereson të hymë në Evropë. Kur hyn vetëm Shqipëria, është një gjë e madhe. Pse është një gjë e madhe, vëllezër e motra? Është një gjë e madhe se tash Albin Kurti, edhe partitë politike shqiptare në Maqedoni, ka një zot madh në Evropë. Jemi antarë të Evropës, edhe do jetë më ndryshe. Do jetë më ndryshe kur kemi bota shqiptare, është atje. Pra nuk është e mira vetëm për Shqipërinë. Tash edhe Edi Rama, në qoftë se nuk meriton të jetë kryetari shqiptarëve, do jetë më lehtë nesër mos ketë korrupsione zgjedhore siç ka sot. Pra ato që nuk e duan Edin, për arsyet e tyre vetjake, personale, smirliqe, çfarëdo që tjetë, duhet u interesoj që ne po hymë me Edin në Evropë, sepse pa hyrë në Evropë ata s'do kenë kur shanse ta heqin Ramën, por me ne në Evropë ata mund të kenë shanse ta heqin Ramën, se do jetë më e dobët ose e pan mundshme korrupsioni zgjedhor, se do jemi ndryshe po t'jemi në Evropë. Pra edhe për ata kundërshtarët e tyre, ato duhet nuk vetëm një armik i shqiptarëve për interesa vetjake. Do të thoshte, si po millësit Evropa, edhe po në bashkon neve, po në fut në Evropë, kur nes njofim pronën private fillavje. O idiot, o i poshtër, o i lik. Ti ku ta gjesh të fusin në Evropë dhe pastaj do të detyrohet Shqipëria të njohët, se atëherë do të detyrohesh të kesh standardet evropiane. Ty nuk po të dhem fakti, ti s'do Shqipërinë të hysh në Evropë, mor pusht, mor qenë, mor shërdhat, s'pa e thomë kretë fjallën, vetëm e vetëm se më të fute Edi Rama. Kushdo që është adëtar, kushdo që e do Shqipërinë, kushdo që e ven interesin kombëtar, mbi intereset vetjake, unë them që sot duhet të përkraj Edi Ramën, natyrisht të luftojmë në vendin tonë, aq sa të mundemi e përlyder në atë shkallë, sa që të bëhet pengesë hyrje në Evropë. Pra ne mund të shajmë të ngrejmë zonin, mrena vatrës sonë, sa ko që kjo nuk bëhet objekt diskutimesh për Evropën, por në qoftë se për shembull Sali Berisha do të shkojë tash në Evropë,
edhe do të kërkoj me çdo kusht të nxij më shumë bile se sa është e nxime. Ne dim qeveria jonë është një qeveri komplet e korruptume. Ne dim këtë, po ne nuk duhet të pengojmë futjen e vetës tonë në Evropë tashti. Është një lloj sikur e zem. Unë e du fort Sabri Gjokën dhe nuk jeton manë Sabri Ojem. Jemi pak largët, po jemi gjake, jemi fisë dhe jemi komshi. E zem që Sabrio është me një parti, jo timën me partinë socialiste, e zem, edhe e zem, unë jam me partinë e Sali Berishës. Edhe prej Sabriut, ke partia socialiste e Edi Ramës, do me pru një ujësielës aty të gjokë të mine s'kemi ujë, ose rrugën asfalt. Unë ku ta gjesa është edhe për fëmijët e mi, por vetëm e vetëm që mos njifet për Sabri Gjokën, për shembull, jam gati të loj kalamajt e mi në Ersin, të loj aty në balë pa rrugë, edhe të kundërshtoj si po e sillni ju këtu, ne nuk u meritojmë. Kështu është ky Sali Berisha, ky shërdhat, që e din që s'do vija vetë në pushtet, por e që po erdhi do vija mas 4 vjetësh, pse pengon hyrjen në Evropë, në vend që të dali, me fytyrë tjetër, që ne që kemi është e jona, por në Evropë mos janë zim më shumë imazhin kësaj qeverie që kemi, dhe sidomos këti Edi Ramës, që po na fut në Evropë dhe po na bon, kur Evropa takon udhëheqësit e tjerë ballkanik, ato kanë një respekt, një adhurim, një lloj që më habit për Edi Ramën, ku të gjejmë edhe pse është armiku jonë. Unë për shembull mund të mendoj që një vlla imi është më i drejtë e zemë se një vlla tjetër, më i logjikshëm se sa një vlla, meriton më shumë, edhe, por në qoftë se shtëpinë time e don gjithë Shqipëria për një vlla që unë nuk e mendoj që është në rangun e vllait tjetër, unë s'kam se nga më të madhe se ato po vinë dhe po respektojnë krejt familjen time. Janë sa gjona që duhen kap ndryshe. Mirë, Edi nuk meriton të jetë në qeveri, po a meritojmë ne të hymë në Evropë? A meritojmë ne që të mos jemi të lënë në njanë, të përbuz, po ndryshon këj imazh për Edi Ramës, vëllezër e motra. Duhet të përkrajmë të gjithë, jo në kuptimin që ta bëjmë të mundur që ai të fitojë zgjedhjet jetë matë, por në kuptimin që mos janë zim fytyrën e Shqipërisë, edhe mos ta pengojmë, duke u bo ne ur pengese për futjen e Evropë. Çfarë do që tjetë, si do që tjetë. Pra thash, çfarë do që tjetë, si do që tjetë, unë mendoj tashti që edhe ne në qovë se kemi në Shqipëri figura ku e ku më fisnike, më patriote, më dëtare, edhe njerëz që do të kishin politika më lërkspamse për të qumë përpara ekonominë e vendit e çdo gjë në vendit, unë mendoj që ne nuk kemi udhëheqës më të përshtatshëm këto momente që do të shërbej gjithë interesave kombëtare të gjithë provincave shqiptare apo shteteve shqiptare në Ballkan, se sa Edi Rama e ka ndërtu vetë këtë imazh, e ka fitu vetë këtë respekt të admirim, e ka buaj vetë që Evropa me gjithë metët që ne kemi, me gjithë korupcionet që qeveria e Edi Ramës ka, na mundsoj neve hyrjen sa më shpejt në Evropë, dhe kur të hymë në sa më shpejt në Evropë, në qoftë se Edi Rama nuk meriton, do të kemi më të lehtë ta spostojmë, edhe ai ndoshta s'do çaj kokë se ka bu misionin e tij të madh. Pra, do të shërbej Kosovës më shumë se Albin Kurti vetë, do të shërbej shqiptarëve të Maqedonisë më shumë se sa partitë shqiptare atje, ndoshta edhe Çamërisë, ndoshta edhe Malit Zi, sepse po bën diçka që asnjë nga udhëheqësit e tjerë që po të vinin, që mund të ishin ndoshta madhëtar, nuk do të mund ta bonin këtë kontribut kaq të madh që po bën Edi Rama, kështu siç është. Prandaj vëllezër e motra, unë mendoj që nuk duhet ndoshta ta shohim si gjë të keqe që kemi Edin në këtë stat, në këto momente historike, në krye të vendit, për arsye se duke pas Edin, ne po krijojmë një lloj magneti
për udhëheqësit e Evropës si se kemi pas kur në herë, ata që në kanë pa me përbuzje, me përçmim, me neveri, pa në shofin ndryshe, edhe kjo është një arritje madhe. Ndërtimi i imazhit është qoja më e madhe dhe më e vështirë për një kamp që ka një imazh jo ashtu siç duhet dhe siç meriton Evropë. Pra, mos e shihni si tragjedi, por shihni si një, si thonë, e kundërt të tragjedisë, si një vlerë e madhe që na është dhëneve, që në këto momente kemi atë që ndoshta shumë prej nesh nuk e duan. Edi Rama në krye të qeverisë, ai është bo de facto kryetari i gjithë Ballkanit. Është bo de facto. E tregojnë vetë ata udhëheqësit kur vinë të takohen, edhe bile ka një lloj hije, pushteti, impoziteti, impozë të tjerëve në gjithë udhëheqësit e Evropës. Kjo është gjë e madhe. Kjo është jashtëzakonisht gjë e madhe. Pra mos kërkojmë ne me të liksin tonë dhe themi si po na pranon Evropa duhet na mbyll derën. Si mundet një shqiptar të thotë këtë? Në qoftë se ne kemi të meta, shqyqysh që na pranon Evropa, që të ndreqim portimin e Evropës, të ndreqim me lehtë, sa më gjoka e përshnet.